Dy të rinj janë vënë në pranga pas sherrit që ndodhi mesditën e së premtes pranë një gjimnazi në Shkodër. Ata janë të përfshirë në konfliktin ku mbetën të lënduar 3 persona. Bëhet fjalë për Klevin Thepin, 24 vjeç, si dhe Dolores Tokullën, 19 vjeç. Sipas hetimeve të policisë, 24 vjeçari ishte thirrur nga vllai i tij, i cili kishte një debat dhe u përfshir në konfliktin ku u përdorën thika. Për këtë ngjarje janë proceduar në gjendje të lirë edhe 5 adoleshentë të tjerë, të cilët po ashtu janë përfshirë në sherrin masiv. E gjithë ngjarja është fiksuar edhe nga kamerat, ndërsa sipas hetimeve nga policia, në konflikt janë përfshirë 20 të rinj. Në këtë ngjarje mbeten të lënduar 3 adoleshentë, mes tyre 2 vëllezër, ndërsa sherri ka ndodhur për motive të dobta. Ngjarja tronditi opinionin publik, pasi ndodhi shumë pranë një gjimnazi dhe në një orë kur nxënësit duhet të ishin në mësim.